thotë se ne nuk mund të shohim me një parti e cila është, ju e dini se çka ka deklaruar lloj-lloj gjërash për ne. Pra çka po du me thonë është kjo është e ditur dhe një është e garantuar, që nuk futet. Nëse lloj-lloj gjërash ato hajvan për opozitën kështu. Ajo hajvan për opozitën të zhdukur normale. Neve po na quajnë serbian, po na quajnë kriminal, po na quajnë. Jo zoti Homsa, kemi kohë. Zoti Homsa na kanë quajtur opozitorët, kryetarët partive politike na kanë quajnë pjesëtor tutbes, pjesëtor kështu, pra unë mendoj që historia politike e Kosovës ka njoftë koalicione edhe më të rënda se PDK. Unë pajtona. Tani këtu 2004 unë po ta tregoj Fidan, pajtona Fidan, por Fidan, unë po ta tregoj situatën në të cilën jemi dhe në situatën në të cilën neve na kërkohet se çka dhe ku mund të futemi në koalicion. Sepse koalicioni me LDK-n që kryjnë punë. I keni 68 deputet, 78 presidentin su me kryjnë. A e kuptoni, domethënë unë e fola për dy situata si personalizëm tim. O shko drejt një koalicionit të madh me Partinë Demokratike, o provohet me shku prapë domethënë në zgjedhje. Dhe nuk e thash ashtu po gabim kurti. Ky është një taktizim politik që në situata të tilla lejohet me kur çdo tragjike s'ka. Edhe po pajtonet se s'është në far krize kjo edhe ditë. Këto janë teste politike që partitë e masin veten. Qysh ka bo shembull opozita në rastin e bllokimit të mandateve.